Lezër të nderuar, xhamatlit e pranishëm, e falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na dha emër dhe na dha jetë që të mrim këtë muaj të bekuar të madh të muajit të Ramazanit. Kulus Allahun Azza wa Jall që Allahu subhanahu wa taala të na shpërblem për agjërimin, për namazet, për duat dhe çdo vepër të mirë që e bëjnë ne ta gjejnë në depon në ditën e Kiametit. Allahumma amin. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith thotë: "Majtama qawmun fi baytin min buyutillahi yatluna kitab Allahi aw yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-malaikatu wa dhakarahum Allahu fi man 'indah." Pejgamberi alayhi salatu wassalam e përgëzon mexhlisat e ilmit, thotë janë apostafat disa melek, të cilët shkojnë në për vende ku përmendet emri Allahut Azza wa Jall, e rrethojnë atë mexhlis me lekt, zbret mëshira Allahut në atë mexhlis, zbret qetësia Allahut Azza wa Jall, i përmend Allahu Azza wa Jall ata njerëz tek melekët e tij që i përmendin ata Allahun dhe janë ndalur për ta ndëgjuar dhe për ta përmendur Allahun Azza wa Jall, dhe Allahu subhanahu wa taala nga mëshira e tij e fal atë mexhlis. E lutim Allahun Azza wa Jall që të na falë këtë mexhlis dhe mexhliset e Ramazanit, të cilat mundohemi të tubohemi dhe ta mësojmë dinin dhe fenë Allahut Azza wa Jall. Ne filluam me njeriun e parë që ishte baba i njerëzimit, Ademi alayhis salatu wassalam, treguam për etapën e krijimit, pastaj treguam se si ishte dialogu mes melekëve dhe Ademit alayhis salatu wassalam, pastaj treguam se si ata u futën në xhenet dhe pasi një gabimit ata u kthin në tokë. Shtaj pasi që u kthi Ademi alayhis salatu wassalam dhe Hava dhe bashortja e tij në tokë, Allahu Azza wa Jall ju dha atyre mirësi dhe dhunti në tokë që me vetmin qëllim që ta adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Dhe ndër nimet dhe dhuntit e mëdha që Allahu Azza wa Jall i jep njeriu është fëmia. Për ata Allahu Azza wa Jall kur nuk e ka cek fëmijën në rrezik apo e ka cek diçka tjetër, ka thënë Allahu Azza wa Jall wahbe, është dhuratë prej Allahut. Allah subhanahu wa taala thot: "Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur." Ku i na don Allahu Azza wa Jall thot i jep vajza, edhe ku i na don i jep dhurat djem, au yuzawwijuhum dhukrana, apo Allahu Azza wa Jall ja bashkangjet i bën dy, do thot bineç, të cilët janë djalë edhe vajzë. Wa yaj'alu liman yasha'u aqima, dhe kanë don Allahu Azza wa Jall elen sterile. Dhe me këtë ajet na tregon Allahu Azza wa Jall: "Wa wahabna lahu Ishaq", dhe ja dhuruam ne Ishaqun Jakubit, do të thonë se dhurat, dhe fëmia është dhurat. E Allahu Azza wa Jall jep nga dhurata Ademit alayhis salatu wassalam pas arstit e tij që do të jetë njerëzit e parë që do të lindin sipërfaqen e tokës. Ne treguam se Allahu Azza wa Jall e krijoi Ademin alayhis salatu wassalam në qiell dhe Havën në transmetimet që është krijuar në xhenet. Pastaj ata zbresin në tokë dhe tash do të jetë zhvillimi dhe shumimi i njerëzve në tokë. E prej zhvillimit në tokë, Allahu subhanahu wa taala ja dha Ademit alayhis salatu wassalam dhe Havës shtatzani bineç. Çdo shtatzani ishte djalë dhe vajzë. Normal, shtatzani është ose vajzë, ose Allahu azza wa jalla jep djalë, ose jep bineç. E kujna do të njëherë është jashtë kësajna që ndodhe dhe më tepër se sa dy bineç. Mirë po, zakoni është të jetë vajzë, të jetë djalë dhe të jetë bineç. E Allahu azza wa jalla i dha Havës bineç, çdo shtatzani të ketë djalë dhe vajzë. Thot Imam Tabariu rahimullahu taala, thot Hava i ka pasën 120 shtatzania. 120 shtatzania. Dhe çdo shtatzani ka pas djalë dhe vajzë, kështu që kanë lindën vetëm prej Havës 240 fëmijë. Mirë po, si që kemi të cekë dhe ta përmendim, sa Ademi alayhis salatu wassalam dhe Hava kanë jetu 1000 vjetë. Dhe shtatzania e parë ka lind një djalë dhe një vajzë, e cila djali i parë është emërtu Kabil. Dhe vajza është emërtu Kalima, që ka qenë në një bark me një embrion me Kabilin. Pastaj thot shtatzania e fundit, përsëri kanë qenë një djalë dhe një vajzë, njëri e ka pasimin Abdul Mughith, e ajo vajza ka pasimin Emetul Mughith. Që ka ardhur në për transmetime.
E shtazanin e dytë ka lindën një vajzë edhe një djalë, e cili ka qenë Habil dhe motra e tij e embrionit Luvejva. E tash prej shariatit Allahut Azza wa Jall që ja zbriti Ademit a.s. treguam se kur është pyet pejgamberi a.s. Ademi a.s. a o kon vetëm baba i njerëzimit apo ka qenë edhe pejgamber? Ka thonë kanë nebijan mukellemen, ishte pejgamber që i foli i shpalli Allahu. Do me thonë ka pas disa rregulla shariatike që i shpall Allahu Azza wa Jall Ademit a.s. Një ndër ta ka qenë që mos mu martue djali dhe vajza e një barkët një embrionit. Pra binesht kanë qenë endalume, e për mu shumu pa tjetër u ka dosh mu konë martesa, mirë po është nda ai djali i cili që ka qenë një barkët është martu me një vajzë barkut tjetër apo embrionit tjetër, e djali tjetër është martu do me thonë me vajzën e barkut tjetër për me i largu do me thonë gjaqët. E tash, shka ka ndodhën në këtë aspekt? Kur ndodh kështu dhe e kupton Kabili, mirë pa jo vajza e cila ishte në barkun e bashkarish me Kabilin ishte më e bukur se vajza që kishte lind në bark me Habilin. Dhe ai dëshironte me çdo kush që të martohet me binakën e tij. Dhe shka ndodh në këto momente? E para gjë në historinë e njerëzimit që ka ndodhur një mëkat nga mëkatet e mëdha është vrasja. Është interesant. Mëkati i parë që është bën qiell është kryelarësia, është kibri, është mendjemadhësia. Kur Allah Azza wa Jall i urdhëron ata me bë sejdë, të gjithë melek bëjnë sejdë, përpos se një krijesë e cila është iblisi nuk bën sejdë, bën kryelarësi dhe bëhet prej të qafira prej që mohin domethënën urdhrin e Allah subhanahu wa taala. E në tokë calla bëhet vrasja. Mirë po vrasja, çfarë zanafille është vrasja? Është zanafille hasedit e xhelozisë. E është interesant kur Allahu Azza wa Jall i thot melekëve që do të krijojë diçka, çka i thënë melek, çka i përgjigjen? E taj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. O Zot, a do të krijojsh ti diçka që kanë me bë trazira në tokë dhe kanë me bë gjakderdhje? E para gjë e cila ndodhte fëmijët e parë të Ademit alayhis salam ka qenë domethënë çka? Gjakderdhja që e ka vrarë, domethënë e ka vrarë vllau. Për çka? Ka qenë sebepi se ai ka dashur të martohet me binakën e vet që të cilët ka qenë të thotë më e bukur. Allahu Azza wa Jall po na rrëfen neve në Kur'an këtë ngjarje, e cila është prej ngjarjeve më të vjetra, edhe këto ngjarje, edhe këto tregime nuk janë sikur tregime të tjera. Këto janë tregime që janë me shekuj të lashtë, është shpallje që në këtë rast autori i shpalljes, autori i tregimit është Allahu Azza wa Jall, i cili është i informuar hollësisht dhe e din ngjarjen detajisht dhe e ka përmendur në Kur'an, e ka përmendur në surën Maide. Allahu Azza wa Jalla thotë: "Watlu alehim naba ibnay Adama bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhir qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin." Thot pejgamberi alayhis salam: "O Muhammed, tregoja rretheu ti ngjarjen e dy djemve të Ademit alayhis salam, kur ata të dy afruan kurbanin, e njërit ja pranoi Zoti sakrificën kurbanit, e tjetrit nuk ja pranoi dhe tha se unë do të vras, ai tha që Allahu e pranon prej të devotshmit." Këtu çka nxjerrim? Nxjerrim shesh se mos pari është thi urdhri Allahut Azza wa Jall. Kur njeriu i shkel dispozitat e shariatit, pastaj nuk e këshira është halal, është haram, i hin dhe thot haramit, e harami i tepërt ja mbyll syt, ja verbon syt. Dhe pastaj xhelozia është një smundje aq e madhe sa që e shkatron personin, e shkatron punën e tij, e shkatron shoqërinë e tij, e shkatron familjen e tij. Çdo se zanafilla është e xhelozia dhe është prej mëkateve më të mëdha që njeriu shumë do të harron zemrën e tij. Pse? Pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Ittaqu al-hasad", keni kujdes nga hasedi. Fa inna al-hasada ta'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-nar al-hatab. Ka thonë keni kujdes nga hasedi, se hasedi, xhelozia i han sevapët e birit Ademit ashtu siç i han zjarri drujt. Domethënë ti shkatron sevapët këtë.
ta prish moralin, ta hub veprën. Ta hub veprën e mirë krejt, e prish dhe familjen. Dhe mas parit që bën pasojë është ai person I cili me xhelozinë e tij mund të marrë gjunohe as mëdha që të bëhet shkat për me hinë zan xhenemi, siç ka ardhur edhe në ajetin Allahu azza wa jall thot li ajli dhalika, për çka rast që e ka mbyt ki vllahun, thot ketebna ala bani Israil, ja u kemi regjistru në librin në Teurat bani Israilve, anna man qatala nafsan, kush e mbyt një njeri pa të drejtë, man qatala nafsan bi ghairi haq, pa të drejtë, fa ka'annama qatala an-nas jami'a, sikur me mbitën këtë njerëzit në rrezullin toksor. Edhe dënimi thot Allahu azza wa jall, man qatala muta'ammidan, kush e mbit dëkan me pa të drejtë, e mbit me qëllim, pa pas domethën drejta për me mbyt atë personin, fa jazau jahannam, do të ketë ai dënimin xhenem, çesh ka thon, katër domethën vështirësi mas vështirësi ose dënimi më I rënd se tjetri. Khaliden fiha, ka më kon për gjithmonë xhenem. Wa ghadiba Allahu alehim, dhe ka më hidhru Allahu mbi atë person. Wa la'anahu, dhe Allahu ka më mallku atë person. Wa adda lahu adhaban alima, dhe ka më pas dënim shumë dëmshëm ai që e ban këtë vepër. Mirë po hasedi kur I verbon syt nuk shem më përpara. Për ata tregohet një rast, ndoshta e kena përmendur edhe të tjera herë, një mbret ka pasur di këshilltarët e tij kanë qenë domethënë njerëz me xhelozi të madhe. Dhe ka dashur t'ia nxjerrën shesh njerëzve se këshilla çka bën xhelozia. E një ditë I ka thonë të dyve, nesër mëngjes keni me ardhën pasi që të ulem dhe ta bëjnë atë bisedën me ministrat, ju të dy keni mund dalën. Pasi që shkojnë ata dy ndalën, thotë sot jam në disponim. Edhe kam vendos me u dhon shpërblimet shumëta juve dyve. Vetëm ka thonë e kam një kusht. Çka është kushti? Ka thonë nëse I pari e kërkon një shtëpi, me automatizëm I dyti kam I marrë 2 shtëpia. Nëse I pari I kërkon 2 toka, unë kam ia dhon këtij 4 toka. Do të thonë nëse kje lip një grua, unë kam ia dhon këtij 2 gra. Çka ndodh? As ki s'fol, as ai s'fol. Pse? Se thot nëse tham unë në shtëpi, të kam ia dhon këtij 2. S'po foli, nëse tham unë 2 toka, këti kam ia dhon 4, nëse tham 5 shtëpia, po ma këti kam ia dhon 10. Edhe fol ti s'fol, fol ai s'fol, as njoni s'fol. Njoni çon dorën, thot a ban unë me fol, thot po, thot o mbret, a ka mundësi të ma hekish njënin si. Mbreti habitet. Pse thot njënin si? Thot se këti qiti kemi hek të dytë. Unë prap me një kam me pa. Do me thonë xhelozia jo me marr. E lën të marr më në krejt, nëse vetëm për xhelozisë, për inatit se do të marrë edhe syrin hek ma nuk ka problem, veç se këti kam I hek 2 sy. E do me thonë xhelozia këshire ku e dërgon, do me thonë njëri, e verbon njeriun, e bën që edhe vetin ta shkatron vetëm se ta arrit, që shkanë thonë ato pirin ati nusës në vish gjallit të mdese. Edhe kjo do me thonë ndodh. E çka xhelozia? Për ata Zoti na rrafën këtë ngjarje me tregu se hasedi, xhelozia sa është e dëmshme dhe sa është e keqe dhe sa mundet me bë dëm, do me thonë ashtë madh që ndoshta nuk mujna me edhe me paramendu nga dëmi I madh që mundet bëhet. Allahu subhanahu kur na tregon për këtë ngjarje nuk ka as në hadith e as në ajet emrat e këtyre. Do me thonë Qabil, Habil, Qalima, e kështu me radhë. I kanë marrë për Israeliatëve. Çka do me thonë Israeliate? Janë që I kanë rrëfi Beni Israilit. E në hadith, çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Hadithu an Beni Israila wala haraj. Rrëfejni ngjarjet e Beni Israilve nuk është problem. Deri kur kanë thonë dietarët, derisa nëse që kjo Israeliati çka transmetohet vën kundërshtim me Kur'anin, nuk duhet me marr. Nëse vjen kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ban me marr. Derisa të vjerën përputhshmëri ose nuk e kundërshton, atëherë ka thon hadithu, tregojni për shkak se kjo e rumbullakson ose e pasuron atë ngjarjen të cilën do të thotë e ka përmend Allahu azza wa jall në librin e tij apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij. Në transmetime tregohet se Kabili ka qenë bujk dhe është kujdes për bujqësi për tokë. E Habili ka qenë bari I deleve, që ka pas dele dhe është kujdes për delet. E tash, kur ka ndodhur kjo mosmarrveshja me vllahun e vet dhe ka pas se I ka nis ti fugë fjalë se unë kam e marrën binakën teme, e Habili ka qenë shumë I urtë. Për ata dy personalitete këtu Zoti I përshkruan. Një person I cili ka qenë arrogant, një person I cili ka qenë xhelos, një person I cili ka pas urrëti dhe një person I cili ka qenë I urtë, I butë, edhe do thot ka qenë me sjellje shumë të butë. Çka I ka thonë? O vllajm, e di që është haram kjo punë. Po nëse për me ta zbut zemrën kena me bë një marrëveshje.
E thuhet, subhanallah, ky rast ka ndodhur kur Ademi a.s. është nisë me shku për në haç. Ka shku në haç. Edhe ja u kalonën përgjithësi djemve vet qiellin dhe tokën. Domethënë, sa Allah ka thonë inni jailukum fil ardi khalife, ti ka me të bëmë këmbës në tokë, domethënë tokën ti ke më udhëheqën, ai shkon i thot djemve vet ja u lo emanet derisa të kthejnë unë pi haxhit. E çatër domethënë ki lirohet pak edhe fillon me vllajën e vet grindja dhe hasedi dhe xhelozia më e madhe dhe më e madhe. Derisa i thot vllai vet, nëse ti mendon çashtu atë kena me bëni marrëveshje, kena me afru çdo njëri ka një kurban për Allahun. Ka një sakrificë për Allah. Se kurban gjuhën turke ne kena marrë kurban vetëm se kafsha. Kurban është çdo sen çka flijon ti për Allahun. Domethënë kurban është flijim, të flijosh. E kurbe është fjalë afrohesh. Domethënë ti flijon diçka edhe afrohesh te Allahu. E fjalës kurban është kurbe që i afro tek Allahu azza wa jall. Edhe dakordohet. Njëri piktive, Habili shkon e zgjedhën një dash të mirë i cili ka qenën prej vend apo prej kopes deleve më të mirën dhe e merr dhe e jep e flijon për hir të Allahut. Kurse Kabili thot ka qenë bujk, që tham tokën, e ka marrën nga gruri, nga elbi dhe diçka nga rushi, mirë po nuk e ka zgjedh më të mirën që e ka pas toka, më pjellore. Ka shku e ka marrë atë më doptën. Edhe e ka lënë. Pse? Se në vetin e vet xhelozia dhe e ka vënë men u bo, unë e kam me çutim, po mos po palit që thënë kjo, mos po e ha forën kështu, po e marr me të mirë. Edhe e ka çu. Kur e kanë bë duan, subhanallahu ka qenë prej kohën Ademit alayhis deri para Muhamedit alayhis salam. Shenja e pranimit duajës u ka dos me pas dhe një shenjë me pranu mu pas se kjo dua u ka pranuar. Çfarë shenje ka pas? Kur dukush ka bo një luti dhe ka bo një sakrificë, ka bo një kurban, është dash me zrip, zjarmi, prej qiellit ka ardhur e ka ngrënë, e ka djeg ata që e ka pranuar dhe kjo ka qenë shenjë se u ka pranuar. Edhe, thot pejgamberi alayhis salam në hadith, thot më janë leju mu 5 gjëra që nuk janë leju umeteve përpara, më është leju plaçka e luftës, ganimeti i luftës, e përpara kur e kanë marrë Benu Israilit, e kanë tubu me një vend, edhe kanë bo lutje, ka arë zjari dhe e ka djeg, e ka marrë, domethënë në atë plaçkën e luftës me ketë është konfirmu se kjo betej është pranu nga Allah dhe është bo kabul. E thot kur e ka arë zjari, edhe thuhet një prej hileve që ka dosh ta përdore, ka marrë diçka që ka qenë pak më e thatë, se ka menu se kur zbite zjari kashtën, edhe ajo që është më e thatë do ta kaplon më shpejt zjari se sa kurbanin. Mirë po, e ka kaplu, domethënë kurbanin e ka marrë, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhir. U pranu prej njëri të dyve, domethënë prej Habilit, dhe nuk u pranu prej Kabilit, çka i tha? La yaqtulan, ne katër kam të vrarë. Domethënë mos i subo kjo, unë atër kam të vrarë. E çka i thot? Çfarë urtësie? Nuk i ka thonë shembull, ti duaja s'tu pranue. Në shariatin Allah te ki haram. E Allah po do me mit? Jo, s'ka shku kështu, ka thonë la in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadi ilayka liyaktulak. Nëse ti e shtrin dorën me vramu, me mbyt mua, un asesi nuk e bëj kur ta shtri dorën time me të vrati. Inni abua bi ithmi wa ithmika an takuna min ashabil nar, unë po frigona se ti ke me marr mëkatin tëm, edhe mëkatet e tuaja dhe me ket kimu fut në zarm xhehenemit. E unë kam frikë nga kjo. Çka ndodh? Ndodh thot që prej të dyve që i pranohet lutja këtina, ki don ta vrasë. Vrasja e këtina çka i bën? Thuhet dietarët se ai që ka dash ta vrasë ka marrën një hekur dhe e ka mbyt me hekur. Tjetra thuhet se ka qenë duke fjetur në një kodër, ka hip një kodër të madhe, ka marrë një shkamb e ka gjujt në kokë dhe ja ka çad domethënë kokën. Tjetra thuhet se ajo çka ka qenën që e ka mbyt e ka furën dhe ja ka shky domethënë në fitin. Sidoqoftë, tu tre këto transmetime çka transmetohen nuk ka diçka vërtetësi hadith. Po çka është më interesant thotë çka dashin, më të mirin dash që e ka dhonën sakrificë për Allahun, thot në transmetim Abdullah ibn Abbasi, Allahu e ka ruajtur në xhenet këtë dashin, edhe kur ka ardhur koha e ka zbritën momentin që e ka urdhëruar Ibrahimin alayhis salam me thirr djalin e vet në kompenzim djalit vet e ka zbritën çat dashin për xhenetit.
Domethënë çaj dashi që ka zbrit për xheneti ka qenë çaj dash të cilën e ka sakrifikuar Habili. E ne kena treguar se prej Ademit alayhis salam deri te Nuhi ka pasën 1000 vjet. Prej te Nuhi deri te Ibrahim alayhis salam ka pas 1000 vjet. E ka ngrit dashin, e ka rujt në xhenet Allahu azza wa jall dhe e ka zbrit momentin kompenzim ndaj therrës Ismailit dhe e ka bë obligim prej atëherë sunet i këtë pejgamberëve dhe i këtë umeteve dhe deri tek ne që për Bajram me therr do të thonë kanë një kurban dhe është do të thonë një sakrificë e madhe që është bërë për umetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Nga kjo tregon besimtari kur ka haset, edhe kur bëhet një fitne, besimtari duhet të jetë i urtë dhe mos të merr qendrim bandje një vepër të pahishme, do të thonë çka se hasedi e çon deri në shkatrim. E Allah çka thotë el fitnetu ashaddu min al qatl. Fitna është aq e madhe sa që dënjëherë konsiderohet fitnja dhe fesadi më i madh sa vrasja. Derisa pejgamberi alayhis salam ka thënë kur të bëhet fitnja, më i mirë është ai që është ul sa ai që është në kom. Ai që është në kom është më i mirë sa ai që hec. Ai që hec është më i mirë sa ai që vrapon për te fitnja. Për ata kur erdh koha e fitnes që u bën kohën e Uthmanit radhiyallahu anhu. Dhe i bënën do fitne për erdhën ato xhawarisht dhe rrethun atë shatorin e Uthmanit radhiyallahu anhu. Edhe kishte prej sahabëve ju tha shkojni ka shtëpia, nuk duan të hijen lufta mes juve dhe të bëhet luftë dhe të bëhet gjakderdhi këtu. Shkojni këtë te shtëpia. Edhe çka bëni? E mur Kur'anin, thot lexonte Kur'an, edhe i hinë thot kur e therrën Uthmanin radhiyallahu anhu. Dhe ra xhakin mbi musafin, ra tek ajeti fasayakfikehumullah wa huwa as-samiul alim. Do t'ju mjafton Allahu, ai është i ditur dhe i dëgjuesi dhe i shikuesi për juve. Semi dëgjues el alim është i ditur për këtë vepër. E vron Uthman radhiyallahu anhu, mirë po nuk u bë lufta. Kur filloi mos e lufta mu bë në kohën e Alijes radhiyallahu anhu kur dulën dy pal, atëherë u bë lufta më e madhe. Domethënë muslimani nëse ka sidomos, nëse është me vllahun e vet, nëse është me familjarët e vet, nëse është me kujdit e vet, nëse është me musliman, duhet vazhdimisht të ruhet fitnes, sepse fitnja është aq e keqe, pastaj nuk i dihet fundi i fitnes se ku mund të mbritet, domethënë kjo fitne. Thot pasi që e vrajti, e mbyti, transmetime thot e ka bartën në shpinën e vet 1 vjet, në transmetime thot e ka bartën mbi shpinën e vet 100 vjet, në transmetime tjera thot e ka bartë mbi shpinën e vet 3 ditë. Sidoqoftë e ka bartë në shpinën e vet dhe nuk ka ditë çka me bu me vllahun e vet. Pse? Se deri në atë kohë nuk ka vdek askush dhe nuk ka ditë se si me vuros vllahun e vet, çka me bë me këtë vdekur. Mirë po nisën e ka pa, se kur vllai vet ka ndru jetë, shkafsh janë kon për rreth janë afruar. Kur e ka pa që kafsh janë afruar, e ka kuptuar se ato doin me ngram. E që mos ta hajnë kafshët e ka marrë me veti ku ka shkuar. Derisa një ditë thot ulet me nivel me pushue, thot edhe i sheh Allahu azza wa jalla fa ba'athahu Allahu ghuraban. Allahu e dërgon çka një sor. Ktu Allahu e përmend një sor, mirë po që transmetimet tjera e përmendin se janë konën dy sora, kanë ardhën para ty dhe janë kacafi dhe njona e ka mbyt tjetrën, e ka gropu gropën, e ka vuros njënën prej tyre, e ka mbulu, e kur e ka pa, ka thonë ai mjeri unë, si që isha i pa aftë që të më kujtohet ta bëj një gjë sikur që e bëri ki shpendi. E djetarë që ka thënë, Allahu azza wa jall në gjdo shpend, në gjdo gjonë, në sipërfaqen e tokës, kalon disa shenja që njeriu mëson vazhdimisht. Për shpesve atë shumë mësojna, sa që sot edhe aeroplani, e keni pa aeroplani që është në formën e shpendit. Prej ka e kanë marrë, do më thonë prej shpendit. E prej shpendit, prej sorës, s'pari herë është mësu se si duhet me vuros njeriu kur vdes në tokë. Edhe kjo ka mbet pastaj sunet që mu gri edhe mu vuros, do më thonën, në tokë prej kujna, prej këtij, do të thotë i cili ka qenë gurab kësaj sorës. E thot pastaj Allah azza wa jall e ka dënuar me dënime, një prej dënimeve pasojat që i kanë pas dënimi, se thot Allahu azza wa jall di gjona e ngut, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dënimin këtë dunjë para se më kon ahiret, e parë është zullumi, edhe e dytë është fesadi në familje. Nëse dikush familjen e përçan, ban probleme familjare, i këput lidhet familjare derisa ka ardhën Ar-Rahim,
lidhja familjare e lidh për arshin e Allahut dhe ka thonë: o Allah, hakmer ju çdo njeri që i cili mundohet me këputu për rahmetit atij personit, këputu për rahmetit ai që do me na këput neve, dhe lidhu ti me rahmetin e tan derisa ai mundohet me lidhen farefisnore. E thot, prej dënimeve që Allahu Azza wa Jall i ngut në dunjë para se mi ngut në ahiret, para se me dënu në ahiret, se në ahiret nuk i hik dënimi, është domethënë ai që bën zullum dhe ai që këput dhe i prish lidhet farefisnore. Edhe thot tjetra, thot çdo gjëna, çdo vrasje që bëhet në rrezullin toksor i shkon një pjesë gjunait kabilit se ai ka qenë që e ka nisën fesadën. Dietarët thonë çdo njeri që e ka bën një punë të keqe, e ka nxjerr një punë negative. Shembull, dikush e ka nxjerr Facebookin edhe ka filluar, ka bërë një faqe edhe vetëm me nxjerr, domethënë çka gjëra të cilat janë dyta, që njerëzit domethënë marrin mëkate nga ai, çka të shikon, sa të shpërndahet ai postimi aty kanë mishku gjunat. Ose përkundrazi ai që e bën një vepër të mirë ose e çet diçka që muslimanët përfitojnë, që më dukush e ka nxjerrë një program se çish me lexu Kur'an me program. Dukush e ka nxjerrë shembull një program namazin kur më e fal. Dukush e ka nxjerrë një program shembull me të mësuar ti rregullat e fejes, sa veta kanë me lexu, sa veta kanë me ashtu, këtë kanë me shkuti sevapët, sa veta kanë më shpërndarë dhe kanë me praktiku. Ti njëjtën kohë çdo gjë nëse dukush e ka shpik i parë, e ka vrarë, ke gjunahot e aktina çdo njëri që ka vret derisa ka ardhur në transmetim gjisën e xhehenemit që janë të djeg xhehenem kanë marrë nga hisja e këtij personi që ki i parë e ka filluar do të thot vrasja. Edhe është interesant, thot ditën e Kiametit kur ka mu fillu llogaria para Allahut, ka mu llogarit dy sende, një ajo që ka lidh me Allahun edhe që ka të lidh me krijesën. Gjëja e parë që ka mu pit robi ditën e Kiametit është namazi. Nëse namazin e ka në rregull, tjerat ka mi pas rregull. Kjo është me Allahun. A me krijesa të gjëja e parë që ka mu pit ditën e gjykimit të Allahut ka me qenën gjakderdhja. Domethënë, aq e rëndësishme kanë gjakderdhja, sa që Allah nuk vet asnjë punë tjetër s'pari herë pyet për vrasën, për gjakderdhën, derisa thot ka më ardhur ditën e Kiametit me atë varën e tij duke i rrjedh gjak, edhe i kam i thonën ja Rab iselli me qataleni, o Zot, pyete pse më ka vrarë mua. E do thot kjo na mëson se hasedi, xhelozia ka ardhur në punë deri tek vrasja e pejgamberit alayhis salatu wassalam i tha Sa'd ibn Abi Waqqasit, kun ke khayri ibn Adam, bëhu prej dy djemve të Ademit pjati të mirit. Domethënë banu ai i cili i ka hik fesadit, ai i cili i ka hik problemeve, ai i cili ka qenë i but e mos u ban se ai tjetri i cili ka pas fesad dhe ka pas xhelozi dhe do thot ka ardhur deri te kjo. Transmetimi tjetër ku ka ndodhur kjo, dikush thot prej dietarëve si Ibn Qayyim el-Jauzi dhe si Ibn Kathiri se ka ndodhur te Jebel Qasiun afër Damaskut. Kur e shlirun Damaskin ishte një kodër e madhe kur dulen me festu te ajo kodra, thuhet se ç'kjo kodra ka qenë ajo kodra, të cilët e ka gjytat gurin dhe e ka vrarë, domethënë Kabili Habilin te kodra Qasiun në Dimeshk, Damask. Tjetri thot Ibn Qayyim el-Jauzi se ka ndodhur te Jebel Thawr. Ka ndodhur Jebel Thawr i cili është ku? Është në Mekë. Tjetër mendim është që ka qenë në Basra, në Irak. Tjetër është Aqabatul Hamra, me një vend të thot tjetër, mirë po, ajo që ka na intereson neve është se kjo ngjarje është e cekur në Kur'an dhe kjo ngjarje ka mesazhe. Mesazhi i parë është që njeriu të jetë gjakftoft, mesazhi i dytë është të harron njeriu farefisnin, mesazhi i tretë është të largohet njeriu nga xhelozia, sepse xhelozia ka shumë probleme të tjera. Pastaj e pesta është që ti përmbami rregullave të Zotit, sepse nuk ban me xhelozue tek personi tjetër, sepse ai që xhelozon së pari herë e ka kundërshtuar kaderin e Allahut. Se Allahu dukuj nëse i ka dhënë dukuj sukses, i ka dhënë dukuj sukses në biznes, i ka dhënë dukuj sukses në dituri, i ka dhënë dukuj sukses në punë tjera, dije se kjo është prej Allahut azza wa jall. E ti nëse xhelozon filanin, domethënë ti nuk je dakord me ata që e ka ndonë Allahu azza wa jall atij personit. Edhe kjo është shumë e rrezikshme. Tjetra, lutë Allahun azza wa jall që Allah të t'jep edhe ti sukses, sepse Allahu azza wa jall ka aq shumë dhunti, aq shumë mirësi, saqë mirësi dhe dhunti të Allahut janë
pashtershme, janë të paskajshme, për çdo kënd Allahu azza wa jall ka përgatitur mirësi, edhe dije në sen se kjo botë është botë e mangët, wa khuliqal insanu daifa, njeriu është i dopt, nëse Allah ja ka dhënë atij një të mirë, e ka privu për një të mire që Allah ta ka dhënë ti. Do shtë Allah ta ka dhënë ti një të mirë që atë ka privu për asoj të mire. E Allahu mirësit edhe dhuntit i ka ndonë si që ka dosht Allahu azza wa jall, mirë po nuk ka person të përsosur 100%, e mos xhelozot e filonit, po bën dua për filonit dhe lutë Allahun të t'jap edhe ti, e Allahu azza wa jall ka mirësi të shumta të jep edhe ti. Elusim Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall të na pajis me akhlak, me sjellje, me moral të mirë, të jemi besimtar të denj që na pranon lutjet, na pranon duat, e sinqeriteti është ajo që Allahu azza wa jall e pranon për çdo kujna. Allahumma amin deri në takimin tjetër, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah e shpëlbej.